Dje në ora 10:45 zyrtar policor nga njësia e policisë në Mavrov kanë privuar nga liria një 56 vjeçar nga Gostivari, i cili ka prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive në fshatin Galiçnik, gjatë mbajtjes së manifestimit Dasma e Galiçnikut. Po dje në ora 20:40 në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor i Gostivarit kanë privuar sërish nga liria personin pasi ka prishur rendin dhe qetësinë publike. Pas kryerjes së alkool testit, tek ai janë konstatuar 1.75 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të rasteve, do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në ora 17:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 63 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se në rrugën rajonale Tetov-Zhinc, në afërsi të fshatit Poroj, nga një projektil qor plumb i padestinuar, është dëmtuar automjeti i tij i udhëtarëve i parkuar Fiat Punto me targa të Tetovës. Nuk ka persona të lënduar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 19:35 në rrugën magjistrale Gostivar Tetov, zyrtar policor nga njësiti mobil për siguri në trafikun rrugor ka ndaluar një automjet udhëtarësh Mercedes me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 27 vjeçar nga fshati të Arc. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa paten shoferi. Ai është privuar nga liria në bazë të nenit 297A të kodit penal, ndërsa automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Sot në ora 12:30 pas mesnate, në stacionin policor të Tetovës, një burr 45 vjeçar nga Tetova, së bashku me vajzën e tij 17 vjeçare, ka denoncuar se më datë 7 korrik 2026 dhe dje në një objekt hotelier ku ajo punonte ka qenë shqetësuar seksualisht nga një person mashkull i moshës 35 vjeçare, pas së cilës ajo ka njoftuar pronarin e objektit dhe baban e saj, me çka personi është larguar në drejtim të panjohur, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot në ora 2:45 pas mesnate, zyrtar policor nga njësia e policisë në Kamjan, në fshatin Bogovin, kanë privuar nga liria një 24 vjeçar me banim në fshatin Trebosh. Gjatë kontrollit të një automjeti udhëtarësh Golf me targa të Shkupit, tek ai janë gjetur dhe sekuestruar marihuan dhe një lëng me ngjyrë të kaftë. Pas dokumentimit të rastit do dorëzohet parashtresë përkatëse.